Forca të shumta policie e gjynjëzuan kush është Elvin Merlika, ushtari i Ervis Martinajt që u spionua nga Nureddin Dumani në pranga dhe një tjetër kriminal. Mëngjesin e kësaj të premte, policia e shtetit finalizoi një aksion në Fushkuqe duke arrestuar 2 persona të cilët kërkoheshin me urdhër të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Të arrestuarit janë Elvin Merlika dhe Fred Xhixha. Elvin Merlika nuk është një emër i panjohur për drejtësinë, ai dyshohet se ka qenë ushtar i Ervis Martinajt duke ndihmuar në planin për të vrarë Indrit Doklen. Emri i Merlikës doli pas dëshmive të dhëna nga i penduar i drejtësisë Nureddin Dumani, i cili ka treguar se ishte pikërisht ky shtetas, ai i cili kishte krijuar kushte materiale për ekzekutimin e Dokles dhe ka komunikuar me Martinajn dhe bashkëpunëtorët për të zbatuar planin e mbretit të lojrave të fatit, sipas asaj që Dumani ka thënë më herët, përmes Merlikës, të cilin e njihte me Nofkën Eli, ishte bërë organizimi për vrasjen e Indrit Dokles me një shpërblim prej 500.000 euro, nga cilat 100.000 euro ishin dhënë si parapagim. Unë kam marrë porosi nga Ervis Martinaj për të vrarë Indrit Doklen. Kam rënë dakord që Ervisi të më jepte për vrasjen e Indritit shumën prej 500.000 euro dhe se për të kryer këtë vrasje kam marrë paradhënie 100.000 euro. Në emër të Ervisit kam vajtur dhe kam takuar në Kosovë 2 shtetas, një i thirrur Eli dhe një tjetër që është vëllai Besian Xhixhës. Gjatë takimit Eli komunikoi me Ervisin dhe më tej me telefonin e Elit komunikova me Ervisin, i cili më propozoi vrasjen e Indrit Dokle, tha Nureddin Dumani më herët në kuadër të hetimeve për operacionin Plumbi Art. Sa kaq në janar të këtij viti SPA kërkoi edhe konfiskimin e pasurive të Merlikaj duke përfshirë kuotat në disa kompani si Zeus Garden, MSG Security dhe London Ice, si dhe apartamente dhe truall në Tiranë, Ysberisht, Fushkuqe dhe Prisk. Sipas hetimeve pasurore, të gjitha këto pasuri janë të pajustifikuara nga burime të ligjshme dhe dyshohet se rrjedhin nga aktiviteti kriminal i të arrestuarit. Ndër pasuritë e sekuestruara janë edhe 9 automjete të ndryshme.